Pas 2 vitesh harres në bodrumet e gjykatës së lartë, dosja 21 janari kalon në dhomë këshillimi pranë kolegjeve të bashkuara ku pritet të vendoset nëse do të kalojë në proces gjykimi apo do të pushohet. Kjo gjë është konfirmuar për Report Televizion nga arkiva e gjykatës së lartë, ku pak ditë më parë, relatori i këtij procesi, gjykatësi Edmond Islamaj, i cili shihni në këtë fotografi, ka kërkuar që dosja të kalojë në dhomë këshillimi. Në 28 tetor të këtij viti u bën plot 2 vite nga rekursi i prokurorisë që kërkoi dënimin e 3 gardistëve, Andrea Prendi, Agim Lupo dhe Margarit Kume, të cilët u akuzuan për vrasjen e 4 protestuesve të pafajshëm gjatë protestës së opozitës në 21 janar të 2011-s. Kjo dosje është konsideruar shpeshherë si patate e nxehtë për drejtsinë shqiptare, ndërsa nuk ka munguar dhe premtimi i ish-liderit të opozitës, sot kryeministrit Edi Rama, për vënien para përgjegjësisë autorëve që vranë Zyber Veizin, Faik Myrtajn, Alex Nikën dhe Kuran Dedën. Për vrasjen e 4 protestuesve dhe plagosjen e qindra të tjerëve aktualisht nuk ka asnjë të dënuar, pasi edhe 3 gardistët e pandehur, pas vendimit të apelit dhe dënimeve minimale, janë kthyer në liri. Prokuroria në përfundim të hetimeve ka gjetur fajtor ish kreun e gardës së Republikës Andrea Prendin, shoferin e tij Margarit Kume dhe gardistin Agim Lupo, për të cilët ka depozituar dhe rekursin me objekt. Kryerja e veprës penale të vrasjes me dashje kryer në mënyrë të rrezikshme për jetën e shumë personave, me pasojë vdekjen e shtetasit Faik Myrtaj dhe plagosjen e disa shtetasve të tjerë. Kryerja e veprës penale të vrasjes me dashje kryer në mënyrë të rrezikshme për jetën e shumë personave, me pasojë vdekjen e shtetasve Hekuran Deda dhe Zyber Veizi, si dhe plagosjen e disa shtetasve Fatos Mamutaj, Erald Bisha, Sokrat Gode, si dhe veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Por kush është relatori 21 janarit? Edmond Islamaj, sot 46 vjeç, ka një karrierë si gjykatës prej 23 vitesh, ku ka shërbyer në gjykatën e Durrësit, Sarandës, Kavajës, Krujës dhe Apelin e Tiranës. Islamaj për 6 vite ka shërbyer dhe si antar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, ndërsa prej qershorit 2011 ai është antar i gjykatës së lartë.